Edhe në këtë pjesë do të vijojmë sërish me zhvillimet politike, por më gjerë jo vetëm tek Partia Demokratike. Për këtë kemi të ftuar juristin e njohur Romeo Kara. Romeo, mirë se erdha. Si lexoni pakënaqësinë e qytetarëve? Edhe me matematikën e parlamentit edhe 3 ditë bëjnë 77 protestë. 7 jam 7. Si lexoni pakënaqësitë e qytetarëve? Qytetarë të papërfaqësuar, të cilët janë lodhur me arogancën e këtij pushteti dhe atij që ishte, përderisa janë kundër establishmentit, që mendojnë se ky menaxhim dhe ky përfaqësim politik në këtë formulë zgjedhore, të paktën nga 2008 e këtej do të marrë fund. Thelbi është tek ai kod zgjedhor, ke mënyra përfaqësimit, që ata që janë parlament nuk e ndjejnë veten përfaqësues të këtij populli, por të liderëve që i emrojnë ata. Ne kemi emrime pothuajse në parlament, pavarësisht që shkojnë votim. Unë votoj për parti, po partia lideri çon këto vet atje. Shkurtimisht kjo është. E kuptoj, është një reagim i momentit apo një sinjal ndaj klasës politike? Jo, nuk është reagim, është një kupë e mbushur. Dhe fakti që kanë 46 ditë atje tregojnë që janë lodhur duke duruar, tani klasa politike duhet të lodhet duke pritur që njerëzit qetësohen, por nuk do qetësohen kollaj, domethënë. Në një formë një tjetër, qoftë edhe në një vend tjetër, kjo protestë do të zgjasë. Krijoi stereotipin e saj protesta tani. Pra njerëzit po mësojnë të protestojnë, të mos e mbyllin gojën, të mos jenë konformist, ai më tepër të mos jenë frikacak. Pra ka një lloj vlere që i jep dinjitet atij që proteston. Nëse ka të drejtë, gjithmonë ka dinjitet. Një njeri që çohet për drejtën, besoj kërkesat ka qenë të drejta. Është i popullit emigron, pra nuk ka mjetet e nevojshme të jetesës tu. Dhe ndërkohë që një pjesë e madhe e politikës jeton në mirëqenie, ndërkohë që populli varfërohet, atëherë ky popull mendon që nuk po menaxhohet dhe nuk po përfaqësohet si duhet. Atëherë në të njëjtën kohë Shqipëria po avancon në procesin e integrimit evropian. Të paktën kështu thot Rama. Avancimet janë për mua deri tani janë gjeopolitike. Nuk kemi parametra të tillë ekonomik apo në shtetbëri që themi. Ka një punë për të vlerësuar në lidhje me përkthimin e legjislacionit, janë 100 mijëra faqe për të thënë drejtën, mund të jenë mbi 150.000 faqe, por avancim në thelb duhet të pranojmë kur përmbushim realisht 33 kushtet. Fakti që s'kemi zgjedhje të lira të ndershme, nuk kemi një treg të lirë, nuk kemi një minimum jetik, apo këtë qasje që kemi me territorin, dhe të tjera tregojnë që është më tepër gjeopolitik. Për pozicionin që ka Shqipëria në këtë vend të botës, ku janë kryqëzuar perëndori, janë kryqëzuar kultura, besime fetare, edhe kryqëzim ekonomik pastaj. Ju jeni një figurë kritike ndaj qeverisë, por së fundmi keni qenë dhe opozitës. Çfarë i mungon opozitës që të bëhet dhe të vijë në pushtet? Unë fillimisht kam qenë i opozitës dhe pastaj qeverisë. Se kam investiguar, pra mbas ndrimit të pushtetit 2013, kam pasur qasje në çështje të ndryshme, ku kam konstatuar në mënyrë reale korrupsion, vjedhje dhe capërlim të ekonomisë publike nga qeveria Berisha, me krye Berishën, ministra tij, dhe më pas me ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit dhe ish presidentin Meta. Më pas, duke kaluar vitën të qeverisje, kam konstatuar se edhe kjo qeverisje nuk është përfaqësuese e interesit publik, nuk është menaxhere e mirë e interesit publik, dhe fakti tregon që kemi deputet, ministra, kryetar bashkie pafund, që paraqiten para dyerve drejtësisë. Pra nuk kam pasur gabim në ato që kam konstatuar. Fillimisht ka qenë kritika të rregulloheshin problematikat,
ka menduar se edhe ndëshkimi i Berishës edhe i atyre që kaluan do të bëjmë mësim, gjë që akoma pra instalimi i ndërshkueshmërisë është një nga kërkesat edhe partnerëve tanë, po edhe vetë kohës, nuk mund të ekzistojë ky shtet pa ligje dhe pa zbatim tyre, dhe pak të mësim të ndëshkimit të njerëzve që janë pasuruar duke kriminalizuar politikën. Se edhe të vjedhësh e korrupsion, e të bësh nepotizëm, siç ka bërë Berisha, dhe po kemi të dy krahët e politikës tani pak a shumë në të njëjtin nivel moral, dhe mjafton të kemi çështjen bankers, ku e ka lidhur Nano atë kontratë në dëm të interesave shtetit shqiptar, dhe e kanë zbatuar 8 vjet Berisha dhe 13 vjet qeveria Rama. Fakti që në 2008 edhe në 2024 shtator kanë votuar të njëjtin ligj antidemokratik në lidhur me votën e lirë, prapë tregon që palët janë në njëjtin kohezion, apo si thuhet rëndom në shtypin e të dy krave dhe shtypin e pavarur, që i kemi bashkë edhe në përkulla dhe në për investime tjera. Pra opozita ratë parë nuk ka frym, nuk ka të drejtë morale. Nëse unë të tisha në opozit, do kërkoja fillimisht ta bëja luftën kundër korrupsionit dhe ta fitoja drejtë morale në atë opozit, e cila për mua është e kapur nga Berisha, dhe së fundi vërtetoj, edhe pse bëri 8 protesta nga dhjetori e këtej të hu për votën e lirë, nuk lejoj as votim lirë brenda partisë tij, duke pasur përballë që të kishte rival. Edhe me Reme Selën. Po nuk përjashtoj prap njerëzin me mentalitetin komunist. Pra mendoj që ajo parti në formën berishiane e ka kryer funksionin e saj, ai qëndron atje për të mos u përballur me konsekuencat ligjore, dhe besoj që nuk i sjell asnjë të mirë Shqipërisë një riciklim i ish pushtetarëve të korruptuar, po të shohësh listën vetëm familjes së këtij, të apartamenteve pafund të tjerë, nuk mund të jetë ai zëdhënës i këtyre shqiptarëve që kanë marrë rrugët dhe janë në nevojë, në stadin e nevojës. Ne kemi nevojë për një politikë tjetër që do të bëjë rishpërndarjen e pasurive me forma ligjore, dhe është e pamundur që PS dhe PD të luftojnë kundra vetes, të rishpërndajnë pasuritë e tyre që për mua i kanë shpërndar në për biznesmen dhe që janë personom e tyre. A ka sot Shqipëria një alternativë reale politike? Nuk ka deri tani të organizuar një alternativë reale. Kemi dhe parti të tjera të reja. Janë dhe ato partitë e kryetarëve tyre, të cilat nuk janë bërë akoma parti. Se partitë shqiptare fatkeqësisht nuk funksionojnë sipas ligjit dhe kushtetutës me demokraci nga poshtë lart. Kështu që janë parti që janë si iniciativa dhe ndërmarrje të kryetarëve të tyre. Po thuaj në shembullin e nuk kanë mbase gjunahet e këtyre të tjerëve, por nuk ka frym, se partia është mendim organizuar. Tani mendimi organizuar nga lart poshtë është klan, nuk është parti. Me ligj duhet mos lejojmë asnjë parti që ndërpret organizimin demokratik nga poshtë lart. Është ligji i parti politike dhe kushtetuta që nuk lejon partitë që vrasin demokracinë brenda vetes tyre. Dhe presupozohet demokraci vjen nga poshtë lart pushteti. Se nga lart poshtë vijnë profetët që na shpallen. Ashtu, këta nuk janë zoti që pastaj lëshojnë profetët e tyre, secili lëshon deputetët e tyre. Tu që ne nuk ka ndodhur ndonjëherë që ky popull të votojë lirë, qoftë me referendum apo qoftë brenda partive të votojnë të lira për zgjedhjen e kryetarit të tyre. Kryetari e kap atje dhe nuk lëviz 30-40 vjet nga partia. Shpesh flitet për nevojën e një ndryshimi të elitave. A besoni se Shqipëria ka nevojë për një brez të ri politikanësh? Ka nevojë për brez të ri politikanë, por jo nga mosha. Si ta që marrin nga mosha të marrin keqen. Nga eksperienca po thua? Po nga të gjitha. Zoti ndan njerëzin nga devotshmëria. Këta që vendosin atë brezën e moshës, këta u plakshin më shpejt se të tjerë pasaj. Se këta e më të vjetë mentalitet. Ne kemi nevojë për frymë të re. As ti nuk mund të ndryshosh kollaj arritjet e tua në jetë nëse nuk ndryshon për brenda. Pra, mindseti, nëse ti je me të njëjtin këndvështrim, po thjesht ndryshon personi, le të rrinë këta që janë pasaj. Berisha me Ramën. Nëse do të kemi një mentalitet të ri, qasja ndryshon në të gjitha pikpamjet.
Pra, a jemi të vërtet ne njerëz që duam demokraci, që duam drejtësi, po drejtësia është sfidë e madhe. Do pranosh drejtësinë dhe kurie edhe tek kundra miqve tuaj, kur ka pasojë, konsekuenca, edhe kundra vetes. A jemi nga këta ne? Ke Berishën, që do të rket spakun kur kap ministrat e Ramës, edhe çakërdis spakun dhe i shkon me zëgartë e tij nga mbrapa kur paraqitet vet atje, ka detyrim paraqitje. Me dy standarde e bën brenda 2 ditësh. Pra, komunisti me tesën 10/86/90 të 8 nëntorit 68, akoma na imponon ne standardet e tij. Pra, e dyta, mentaliteti është qytetërim rreth parë. Të shkojmë drejt Europës që është 90% qytetërim, me njerëz pa shkolluar. Pra ne duhet të kemi njerëz dhe të aftë, por rreth parë devotshëm. Ku mund ta përfshihet edhe integriteti, dhe ajo vjen shkallë. Kërkon, merr mikrofonin një për shembull të protesta, që unë jam pro protestës, edhe i bie, ka mbajtur rjollin, o thot, rjollin e ke bërë për punët e tua ti. Ashtu? Edhe vendos gishtin, kush është i sistemit, kush jo, kush duhet marrë fjalën në protestë, kush jo. Ajo nuk i duhet fare Shqipërisë, se kështu i kemi ne. Ajo nuk i duhet fare Shqipërisë, domethënë. Aty del për përvecuar protestën dhe zemërimin qytetar për egon e vet, për ta devijuar. Guxoni thotë tjerëve, ky duhet flasi, ky jo, është protestë popullore, kombëtare. Ku ka ndasi, jo Rame, jo Berish. Ja, këto do të jenë një seri, prandaj po them unë, dhe këto duhen parë me kujdes. Si mund të Se vikë ne jemi dje nga qulli, duhet të frymë kosit, domethënë. Si mund të vikë ndryshim? Ndryshimi vjen duke u ballvaquar me të vërtetën. Nëse del në protestë një njeri që s'do të lejojë të vërtetat të thuhen, nuk shkojnë protestën në gjëm Lucianën të flasit 8 herë në ditë, edhe ne pastaj ne jemi njerëz që kemi mbaruar atë pjesën e të thithurit të informacionit e të provuarit në kuriz. Ne duam që të ndryshojë ky vend pikërisht edhe për brezin tuaj, po edhe për ne, se si jemi pa dinjitet. Pra, kur kapen protestat, kështu në këtë mënyrë, unë them dhe një 20-30 vjet tjera do i kemi punën siç i kemi pasur. Pra nuk është thjesht brez i ri në moshë. Mund të jesh i ri në moshë dhe pa formim ose me të njëjtin mentalitet të trashëguar. Se kur ti ke jetuar pa përvojën e dur dhe pa sukseset e dura, shkallë bëhet karriera. Duhet provojmë mirë atje, shef sektori, drejtor, administrator, kryetar minibashkie, po kështu. Pra ti po thua që je pro frymës së re, po jo nga breziri, jo domosdoshmëri. Me meritokraci, jo me dëngla. E kuptoj. Se jam unë artikuloj bukur, me meritokraci. Çfarë i ke ofruar familjes tënde, komunitetit, vendit e tjerë? Kush je ti që emëron? Është vetë njerëzit që zgjedhin. Është konkurrenca e lirë. Ne themi tregu i lirë i deve. Ku është tregu i lirë i deve? Na imponon Saliu, na imponon Rama nga podcasti i tij, apo na imponojnë këta, se edhe këta podcast kanë bërë atë protestën. Do na imponojnë këta, domethënë. Pra tu tregu i lirë i deve, po të lejohet me ligjin që çdo njeri, qoftë parti, qoftë individ, të konkurrojë. Ne pastaj të shohim, e të masim, se ka çdo e matshme kontributi, nuk është kontributi kaq i pamatshëm. Siç qoftë edhe fjala. Siç matet dëmi moral, jo material në gjykat, kështu matet dhe kontributi. Ka një popull që të gjykon me votë pastaj. Me që jemi tek Berisha. A është vërtet që pagoi për të hequr nga gratat? Po, 6 milionë euro. Po, mund të jetë më tepër, është kjo ka dalë në kontratat që janë hapur edhe këtu, dhe fatkeqësisht Komisioni Zgjedhor i Berishës dhe i Ramës nuk ka kontrolluar këtë lobim që është bërë, pikërisht para fushatës, duhet mos e përfshijmë fushatë, por fakt ka qenë pjesë e fushatës, me lasivitan dhe me tjerë. Unë kam bindje plot që aty ka vepër penale. Se kalon fondin lejuar për partitë politike që të përdorin fushatë. E te kalon, ka gjetur mulin për ta përdorur, do shohim tani kur të hapen letrat si do përgjigjet muli. Ramos i interesonta non grata apo pa non grata? Besoj se i ka interesuar, si tha,
i vdekur politikisht për i pavarosur, si që ishte. I ka interesuar me non grata. Sa? Po ka një kundërshtar që maksimumi do çohet deri në gjunjë, nga barkas në gjunjë, kurrë në këmbë. Ka shumë diskutime për marrëdhëniet e fsheta mes kampeve të mëdha politike. Çfarë diskutime? Çfarë marrëdhënie? Që janë, për shembull, bashkëpunojnë bashk. Si bashkëpunojnë ata? Bashkëpunojnë. Ata në 2008 kanë votuar bashk, në 2024 në shtator kanë votuar bashk kodin zgjedhor, i 100 ca persona u bën bashk, sa mbaroi ai votim, u zu me karrige kokës. Ata edhe kur zihen në bashkëpunim janë, edhe kur rrihen atje, edhe shahen. Është pjesë e bashkëpunimit, bile Po pjesa. në biznes janë bashk? U mendoj që po. Le ta gjykoj, le të bëhet vetingu i tyre për dalë. A janë edhe me aksione bashkë apo jo? Në mënyrë si ka trajtuar bankështin, është simbolike, janë bashkë. Kanë marrë para miliona euro avokat pa merituar të dy palëve. Unë jam shumë kurioze pse Berisha nuk i denoncon oligarkët. Po i denoncoi një herë tha Taçi, pastaj tha nuk thash Taçi, por thash Toçi. Se ku ka qenë i vogël, edhe këti kanë paston Toçi kukullës. Berishës, dhe do të na bëjë ne Toç kukullë të gjithëve. Unë mendoj që gjithë oligarkët janë personomet politikës lart shqiptare. Tipi më shkurt, ishin në sqetullën e Berishës deri 2013. Disa mbjetuan deri në 2017, nga 2017 e këtej tani janë sa ke njëri dhe ke tjetri. Kështu që i kemi parë që kanë qenë të privilegjuar gjithë oligarkët e Berishës, edhe duke marrë me qindra dhe me mira prokurime, kaparat publike, koncesione edhe favorizime tjera. Korrupsioni dhe krimi i organizuar kanë qenë në qendër ndër problemet kryesore të Shqipërisë. A mendoni se situata ka ndryshuar realisht apo thjesht format e korrupsionit janë bërë më ndrysha? Sa kemi gërvishur pa korrupsionin. Fakti që i kemi deputetët me imunitet dhe korrupsioni nuk parashikohet me dënime më të rënda, për kushtet e Shqipërisë edhe dënimi përjetshëm do ishte pak, dhe nuk kemi sekuestrime që do të pasojnë në konfiskimet pasurive, nuk kemi vetting politikës lartë, nuk kemi direkte çështje të hetimit pasuror pa pritur të hapen dosje korrupsioni, pra e lidhin patjetër këtë hetimin pasuror e lidhin me çështje penale, që zotjet e vërtet. Fakti që nuk e bëjmë ta kërkuar si politik ta heqin nga si vepër penale shpërdorimin e detyrës, pa ajo është dera që u hap dyer të gjitha zallamajive tjera lidhur me batërdisjen e fondeve publike. Fakti që akoma parashkruhet, nuk duhet parashkruhet kjo lloj vepër penale, pasi është e njëjtë me tradhtim ndaj atë, unë mendoj që nuk jemi rrugë të dur, dhe ajo që më i vë vullën është që po na del tani haje, pije, prona pa fund, e jo me Monikë se ishte e re para 30 vjetësh, kur ka filluar të sap, apo para 20 ca vjetësh, tani jam plakur thonë, kështu që zoti vojnë dënimet, edhe pasuria sapo ju cifloset pa nga sipër, ju gërvishet, kështu që edhe kjo talli nuk do vazhdoj gjatë, besoj. Me që përmende Monikën, si do shkoj halli me Ilir Metën? T'ju pëlqas as më intereson fare, për hallin e atyre dyve, domethënë. Hallin e kam ke njerëzit që si puna ime kemi qenë në rrugë të drejtë, në rrugë të Allahut dhe s'ja kemi parë hajrin punës tonë, djeshës tonë. Atyre ju vaft halli siç e meritojnë. Shpesh qytetarët thonë se nuk besojnë më tek institucionet. Çfarë duhet të ndodhë që të rikthehet besimi i tyre? Të marrin dorë fatin e tyre, siç kanë dalë protestë, ta rregullojnë protestën, nuk është e thonë të rriqin për hunde nga soji Lucianave, që janë atje, që censurojnë njerëzit që flasin atje. Ka njerëz shumë të zgjuar, më ka tërhequr ambienti përgjithshëm, jo mikrofonizimi i protestës, privatizimi i protestës. Të çohen, njerëzit që çohen të bëhen aktiv,
nëse ti e ndjen veten që ke çfarë të japësh, je më e mirë se Monika për shembull, shko konkuro. Për këtë mund të organizoni, mos prisni t'i pëlqeni Ramës dhe Berishës. Organizoni, jeni të ri, bëni organizimet tuaja. Por atë parë duhet gjithmonë fiton me që përballet. Dhe i shohësh që këta këtë mikrofoni, ca do i marri PS e ca PD-ja. E ca mund të mbjetojnë. Se thonë tani me që këta çohen, u bën faktor, do ta vjedhin protestën tani, edhe këta u dy partitë të mëdha. Ose do ta ato që do ngjerë do e rënojnë pastaj. Ato që nuk e kanë të tyre e rënojnë. O e marrin ose e marrin një pjesë dhe një pjesë e shtypin dhe e denigrojnë. Pra, shqiptarët do të mësojnë kërkojnë drejtat e tyre, qoftë edhe për një person, qoftë edhe për një largim pa drejt nga puna. Nuk të them shpesh. Të kërkojnë të ketë ligje të drejta. Ne nuk i kemi mësuar shqiptarët. Ato dalin atje një pjesë që flasin, por nuk e kuptojnë çfarë janë të drejtat universale. Që nuk janë drejta që t'i jep mami, babi, edhe xhaxhi Edi. Janë të drejta që lindin bashkë me ty në momentin që ke lindur si qenie natyrore. Janë një treca të copë që janë sankcionuar si të tilla, specifikuar dhe mbrojtur nga rezolutat të vazhdueshme të Kombeve Bashkuar që nga viti 47. Ne nuk i japim këto në lëndë mësimore, në shkollë, në edukimin arsimor. Njeriu duhet mësohet që ke këto drejta të mos lëshoj pe. Edhe si ushtrohen këto drejta, kur në çfarë moshe fillojnë. Sa drejta keti si person deri në moshën 14 vjeç, 15 vjeç, 18 vjeç, 21, kur quhesh mallor përfundimtar mbas 21-shit, po 18 ke drejt votosh një herë. Etj. Pra, gjitha këto, të drejtën që ke për arsim, të drejtën që ke për një minimum jetik, të drejtën për instruim. Këto i kemi në letër deri tani, edhe i quajmë sikur janë luks. Kur njeriu nuk të lejon t'ia shkelësh drejtën, ai ka dinjitet. Kur njeriu ka dinjitet, ka zgjidhje. Kryeministri Rama shpesh i ka cilësuar disa lajme apo akuza si të pavërteta ose fake news. Si e shihni këtë mënyrë komunikimi të qeverisë me kritikët dhe mediat? Si të pavërteta ose fake news. Po mund të ketë dhe lajme fake news. Mund të ketë. Edhe mund të jenë 1000 lajme që mund të jetë vërteta, mund të jenë 20-30 fake news, ai ka kapur të fake newsit. Mund të ketë, duhet parë për çfarë lajmi bëhet fjalë konkretisht. Ai e njeh atë PR-in e punës tij, edhe jep rëndësi o lajmit të mirë të vetit, që mund të jetë shumë i vogël i mirë, po edhe një fake newsi. Thot prit se kemi të bëjmë me fake news e etj. Tani varet për çfarë ke fjalën. Nëse ke fjalën për këto review protestën, po me review po review shohim kush ka qenë kë i lokalit dhe ka ngjerë pa knaq, mund t'ia thot. Por njerëzit janë të lodhur me pasaniket, unë si kam qef. Por nuk e bëj atë, pa qenë në një restorant, nuk e shkruaj emrin që s'm pëlqeu ushqimi. Unë nuk shkoj fare tek ta, nuk i veganiz dhe kaq. Po që ka dhe një duf që është shfryrë atje. O nuk e di tani, për lajmet janë tjera pësaj. Review-e mund të quhet, mos quhet lajm. Parlamenti është mbushur me zëqinën. Si do duket zëqineja me shoqja? Çfarë të them? Nuk e njoh, më çfarë shoh atje. Mirë unë. Po se kam zëqinë, kam me Ramën. Mirë na ke bërë, domethënë. Desa duroj, mirë na e bërë. Atëherë mos e kisha marrë as ndihmë se tret atë. Në punën e mia. As atë, as gjithë ministrat e qeverisë tij, përveç nga dyve që kam një lloj konsiderat. Kush janë ata? Po, mendoj që Iglasani është. Që ka kapacitete, do që e po të shohësh nuk është se është përmendur. Është i vlerësuar edhe nga partnerët tanë, se ka punuar në përfaqësinë e OSBE-s e tjerë. Është unë i them vajzë, po tani dhe besoj është e 50 besoj. Majlinda Dhuka, që është marrë me pjesën e antarësimit, dokumentacionit, është personi kyç atje. Më duket interesante edhe
kompetente në fushën e saj Delina Ibrahimi, tani nuk po them to 2-3 i kam parë si më të veçantë. Atëherë Klodian Braho ka deklaruar se nëse dikush ka prova për kryeministrin Edi Rama, t'i sjell. Dhe doja hajtoj. Çfarë komenti ke ti për këtë? Futet dhe i gjumë, vlla. Ja ke futur nga 10 orë në qershor, tani futja prap, jemi korrik tani nga korriku deri në qershor prap. Dhe në 10 orë prap futet dhe i gjumë. Për ti të vinë njerëzit, ecë kryesisht, ke media, ke gjithë tjerat, ke dhe byron e timit, me këto pralla që jepen zakonisht dikur jepshin pas orës 6 mesdite. Je atje për të tuar dhe për bërë punën në një mënyrë të tillë që nesër të ketë frikë tjetrit, të mendoj ty radh parë kur ti futet të rrugës të krimit organizuar dhe korrupsionit, që i ka kompetencë brava. Kështu që me gjithë kemi parë diellin mirë duke sa ba, me gjithë kemi parë që gjysmë viti, futet dhe i gjysmë tjetër i them. Ngro vezët atje. E kuptoj. Nëse do t'i drejtoheshit sot qytetarëve shqiptar që ndihen të zhgënjur nga politika, si do ishte mesazhi juaj? Gjithë unë të zhgënjur janë pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar dhe atyre të ndershëm mirë. Se politika është zhytur keq në rrafshin e padrejtësisë dhe të duke përmbysur gjitha vlerat që kemi. Bëhen vetëdijshëm. Ta kuptojnë që fatin e kanë duart e tyre. Çdo njeri fatin e vet e shkruan vet. Edhe ti si vajzëre, duhet ta kuptosh që ti je ai që shkruan fatin tënd. Ka një moment si punë sportistit që përgatitet në fazë përgatitore, pastaj kur hyn në fushë apo në arenë, jep pastaj atë po ajo që fiton në arenë është para përgatitje. Unë mendoj që kultura është ajo që kur realizohen idet për dinjitetin dhe lirinë, hapësira e nevojshme. Po të shohësh, njerëzit e kulturuar arrin ta kuptojnë edhe gabimin, po dhe ta parashikojnë. Po të lexosh mirë historinë, dhe po të mësosh nga mësimet historike, nuk përsëritet historia. Ne kemi treguar që kemi memorie dobët. Atëherë unë shkruaj vetë fatin tim. Po unë mendoj se spaku mund të shkruaj fatin e disa deputetëve, politikanëve. Gjithashtu priten që në shtator të ketë arrestime të forta. Kush mendon se mund të jetë flasim për zgjidhje politike. Spaku mund të jetë të ndihmojë në shfryrjen e problematikave për të lejuar popullin të ketë zgjidhje të politike. Flasim për zgjidhje politike. Dhe zgjidhja politike do të jetë siç është sa i vetëdijshëm është ai që ka votën njësoj si unë. Një njeri që është diku i pashkolluar mbase, i pa ndërgjegjësuar, i pa informuar, e ka votën të njëjtë me një akademik për shembull. Edhe Zgjineja ka votën barabartë me mua dhe me ty. Tani ne që ta kuptojmë mirë se këtu funksionon me votë, ky sistem, që se do shkojmë pastaj diktaturë gjë tjetër. Që ne duhet të ndërgjegjësojmë njerëzit. Se kjo është sfida. Kur vota e profesorit barabartë me votën e horrit. Tani, a duhet ngritur ky nivel? A duhet të edukohen njerëzit dhe edukata qytetare që nuk bëhet kurrë? Me drejtat, si njerëzit duhet vlerësojnë? A duhet mësojmë nga historia dhe historia politike dhe historia e Shqipërisë? Si janë mbledhur pronat, historia reale këtyre partive, bandat e tjerë. Po këto ku nuk bëhen, ku do t'i mësojnë njerëzit? Kush do të arrestohet në shtator? Unë di që është një mision tjetër që flasin. Po Kush ka ardhur nga filan, po unë nuk kam. S'ka informacion. Jo, unë nuk kam informacion. Unë kam bërë 2 kallëzime kur si bënte njëri, dhe as ka për t'i bërë njëri mbase në atë formë. Unë nuk flej me Brown edhe me Dumanin. Unë nuk e di kush arrestohet shtator, tetor apo qershor, nuk e di. Tani ishte për mua duhet të arrestoheshin nga 10 për ditë, ta mbyllnin me 70 një javë edhe të dinë mos ta bënin pushim. Unë të pyeta se parashikimet e tua kanë dalë gjithmonë të sakta. Po jo, nuk e di. Parashikimet e mia nuk kanë dalë të sakta që kam thonë që do vi ditë që ky popull do çohet edhe kam thënë. Por se kush arrestohet shtator e kështu, kam thënë po, do përballet Ilir Meta me drejtësinë, kam parë dosjen, bie keq që s'po përballet Sali Berisha,
edhe këtu e ka ndihmuar dhe Rama, ti shpëtoj atyre akuzave të mia që janë të mbështetura në fakte dhe prova, por nuk funksionoi drejtësia, pastaj nuk ndryshon asnjë politik, kuptimi që nuk i ndërpritet ai motivi i palishëm, se ta hyn politik për të vjedh. Kur ti e dënon dhe i merr pasurinë që ka, ja zeron fare, i ikën motivi, ta hyn për të pasuruar në politik. Nuk ka hyrë njëri për qallë allët e mia tuaja dhe këtyre njerëzve që dalin shesh, janë pa përfaqësuar dhe kanë problematika pafund në shtëpitë e tyre. Kështu që se kush arrestohet fshator, mos i lëm fshatorët të arrestojnë që sot, nëse që kanë bërë për të arrestuar fshator. Zoti Romeo, të falenderoj. Supozohet që duhet ishin arrestuar, domethënë. Do të kemi dhe raste të tjera që do të jemi bashkë në studio sërish. Padyshim. Të falenderoj shumë.